Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Hani 2 banane çdo ditë në këtë orë dhe do kuroni problemin tuaj më të madh. Ushqimi i shëndetshëm jo domosdoshmërisht është i shijshëm, por përpara se të shtoni ato në dietën tuaj, duhet të dini edhe rëndësinë. Për sa i përket bananeve, konsumi i 2 të tillave çdo ditë, sidomos pas konsumit të mëngjesit, mund të sjellë përfitime të mëdha në dobi të shëndetit tuaj. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim të gjitha efektet pozitive që sjell në trupin tuaj konsumi i ngrënieve të 2 bananeve në ditë, që mund të përmirësojnë seriozisht shëndetin tuaj. Sipas Brightside, do të rendisim në këtë video disa nga përfitimet më të mira që do të merrni nga konsumi i këtij fruti. Ndihmon në uljen e presionit të gjakut. Bananet reduktojnë presionin e gjakut falë edhe elementit që ato kanë rreth 420 mg kalium. Kaliumi është një element shumë i rëndësishëm për presionin e gjakut. Ndikon në një peshë më të mirë trupore. Bananet janë të pasura me fibra që ju presin oreksin. Bananet përmbajnë gjithashtu një lloj nistështeje që pakson oreksin dhe nuk ju lejon që të shtoni në peshë. Do të ulet rreziku i anemisë. Anemia vjen si pasojë e reduktimit të qelizave të kuqe të gjakut dhe një nivel të ulët të hemoglobinës në gjak. Bananet përmbajnë shumë hekur që stimulon prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Bananet përmbajnë gjithashtu vitaminën B6, e cila rregullon nivelin e glukozës në gjak, duke ndihmuar te njerëzit që vuajnë nga anemia. Bananet do të përmirësojnë sistemin tretës. Bananet treten lehtësisht dhe nuk irritojnë traktin gastrointestinal. Nistështeja rezistente që përmbajnë bananet nuk tretet dhe përfundon në zorrën e trashë, ku shërben si një mjet ushqyes efektiv për bakteriet e shëndetshme. Bananet mund të hahen kur një person ka gastrit dhe urth dhe të rivendosin mineralet e humbura kur një person vuan nga diarreja. Ul nivelin e lartë të stresit. Bananet përmirësojnë humorin tuaj, përmbajnë triptofan, i cili trupi e kërkon atë për të marrë serotoninën, hormoni i lumturisë. Mesatarisht, çdo banane përmban rreth 27 mg magnez. Ky mineral është kyç për humorin dhe gjumin e shëndetshëm gjithashtu. Bananet janë të pasura me vitaminën B6. Mesatarisht, një banane përmban rreth 20% në kërkesës ditore për vitaminën B6. Kjo ndihmon trupin tuaj të prodhojë insulin, hemoglobin, aminoacide që janë të nevojshme për krijimin e qelizave të shëndetshme. Megjithse, zakonisht mendojmë se portokalli dhe luleshtrydhet përmbajnë sasi më të madhe të vitaminës C, bananet në fakt përmbajnë 15% të normës son ditore të kësaj substance kaq të rëndësishme në mbrojtjen e organizmit. Bananet janë një nga frutat më të preferuar për shumicën e njerëzve. Është e pasur me kalium, luan një rol të madh në tkurrjen e muskujve, formimin e dur të sistemit nervor dhe funksionet më të mira të shëndetit të zemrës. Bananet gjithashtu ndihmojnë njerëzit që vuajnë nga pagjumësia. Çfarë ndodh me organizmin tuaj nëse konsumoni të paktën 2 banane çdo ditë? Ky frut është një burim i pasur i vitaminave dhe mineraleve, të cilat japin më shumë energji për trupin. Ekspertët rekomandojnë që të hani 1 ose 2 banane çdo ditë për të marrë këto përfitime. Konsumi i tepërt i bananeve nuk është i këshillueshëm. 1 deri në 2 banane janë më se të mjaftueshme për të rritur përfitimet e trupit dhe parandaluar komplikacionet. Bananet do të ndihmojnë në dukshëm në shëndetjen e zemrës. Sot më shumë se kur më parë. Bananet do t'japin efekte pozitive në mbrojtjen e shëndetit të zemrës dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Nëse doni që të rrisni këto vlera, shtoni bananet në dietën tuaj. Gjithashtu, ka shumë strategji për ruajtjen e një sistemi më të mirë tretës, por sipas ullëtimeve, konsumi i bananeve në dietën tuaj në këtë mënyrë do t'japë rezultate të shkëlqyera për sistemin tuaj tretës në parandalimin e komplikacioneve, citojnë ekspertët. Bananet janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për ata persona që duan të kenë më shumë energji, të humbasin peshën e tepërt dhe të përmirësojnë gjithashtu nivelin e shëndetit të syve. Bananet mund të konsiderohen si një frut shumë i nënvlerësuar për shkak të ndryshimeve të forta ushqyese që ajo bartë. Gjithashtu, përfitimet që merrni nga ky frut do t'ju bëjnë që të merrni më shumë atë pjesë të bazave tuaja ditore të ushqimeve të shëndetshme. Banania është mjaft e shijshme.
Ai I jep trupit tonë të gjitha elementët ushqyes që e bëjnë atë të jetë më I lehtë edhe në tretje dhe gjithashtu t'jap rezultate të shkëlqyera në mbrojtjen e organizmit. Ai ofron vlera ushqimore, vitamina, fibra, ëmbëlsues natyral, sukrozë dhe fruktozë. Ja arsyet pse duhet të konsumoni të paktën një banane çdo ditë. Gjëja më e mirë se bananet mund t'i gjeni shumë lehtë edhe me çmime të favorshme. Ato I gjeni edhe në dyqanin tuaj poshtë shtëpisë. Dhe çmimet gjithashtu do të bëjnë një faktor për t'i konsumuar. Bananet janë një nga frutat më të konsumuar në botë, më shumë se molli dhe portokalli të marrës së bashku. Bananet do të ofrojnë përfitime mjaft të mira edhe për sistemin tuaj tretës. Djegja e stomakut ose urthi mund të mbajnë në kontroll me këtë frutë. Bananet kanë efekte të mira antiacide që mund të çlirojnë gjithashtu nga shqetësimet e shkaktuar nga aciditeti I lartë në stomak. Mjafton të hani vetëm një banane dhe menjëherë do të ndjeni lehtësimet që do të keni edhe në stomakun tuaj, citojnë ekspertët. Janë të mira gjithashtu edhe për personat që vuajnë nga tensioni. Bananet, një frut I shëndetshëm për zemrën, janë të pasura me potasium dhe kanë gjithashtu pak sodium, një kombinim I përsosur për mbrojtjen nga problemet e infarktit dhe goditjeve në tru. Bananet janë një burim shumë I mirë I rritjes së energjisë trupore. Nëse hani një ose dy banane përpara ushtrimeve në palestër, do të përfitoni më shumë energji për 1 ose 2 orë stërvitje. Gjithashtu, bananet janë një frut shumë I mirë edhe për personat që tashmë vuajnë nga shqetësimet e anemisë. Bananet janë një aleat I fuqishëm për personat që vuajnë nga anemia. Ato japin atyre hekurin e nevojshëm për të stimuluar qelizat e kuqe të gjakut dhe prodhimin e hemoglobinës dhe shton gjithashtu furnizimin e trupit me gjak. Bananet janë një frut shumë I mirë edhe për personat që vuajnë nga ulçrat. Gjithashtu, ata që vuajnë nga ulçra në stomak, dihet se duhet të rinë larg nga disa ushqime të caktuara. Por mos u shqetësoni në këtë rast. Bananet nuk janë një prej tyre. Mund t'i konsumoni pa problem sepse nuk do të shkaktojnë asnjë shqetësim, sidomos me stomakun tuaj. Bananet cilësohen si frut I lumturisë. Bananet të shtojnë humorin dhe luftojnë depresionin për shkak të niveleve të larta të tripofanit, që trupi e transformon atë në serotonin. Serotonina është hormoni I lumturisë, ajo I bën njerëzit që të ndjenë më të qetë, më të lumtur, gjithashtu edhe të kenë një jetë më të shëndetshme. Bananet cilësohen si një qetësues më I mirë I nervave. Duhet të hani banane kur jeni në humor të keq ose I stresuar. Fruti magjik ndihmon në rregullimin e niveleve të sheqerit. Vitamina B që gjendet me shumicë tek bananet qetëson gjithashtu sistemin tuaj nervor dhe I bën njerëzit të ndjehen më të qetë dhe akoma më të lumtur. Gjithashtu bananet janë një frut shumë I konsumuar, sidomos edhe në ditët më të vështira, çka do të sjellë rezultate të mira në mbrojtjen e organizmit. Edhe pse bananet do t'japin një sasi të caktuar të energjisë, shumë më shpejt do të filloni të ndjeni uri dhe lodhje. Këshillohet I konsumoni gjithmonë pas mëngjesit ose përpara se të shkoni në palestër ose të merreni me stërvitje. Sipas Nature, ato do të ofrojnë një stimulim më të mirë të energjive trupore për 1 orë palestër pa ndërprerje. Kështu do të keni përfitimet më të mira në mbrojtjen e shëndetit. Bananet mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj duke u pasuruar trupi me karburantin e nevojshëm. Sistem digjesiv më I shëndetshëm do të jetë me konsumin e bananeve. Bananet janë aleatët tuaj kundër problemit të kapslokut dhe të diarres. Fibra natyrale që gjendet e bananes ndihmon në mirëmbajtjen e shëndetit të sistemit tretës. Ato përmirësojnë shëndetin e zemrës. Konsumi I ushqimeve me fibra, përfshirë këtu edhe bananet, do t'japin rezultate të shkëlqyera sidomos në këto raste kur lidhet me shëndetin e zemrës dhe parandalimin e komplikacioneve të ngjashme, citojnë ekspertët e Healthline. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.